A e kuptoni ju se qa pëndodhë Shqipëri këtë muaj dhe askush nuk fletë sepse është një lajmë shumë pozitiv apo se kuptoni më? Nëse një person që jeton jashtë dhe dërgon para në Shqipëri, du ta shohësh të video 2 sekonda deri në fund sepse në fund të saj është e vdekme që do kursesh lek. Sot nuk po flasim për një gjë që na merr para nga xhepi, por për një sistem që po i le realisht para tek njerëzit. Dhe kjo ndodh përmes SEPA-s. Vetëm gjatë muajit tetor, që nga momenti që SEPA është aktivizuar, janë bërë transferta midis Shqipërisë dhe Evropës rreth 600 milionë euro, ku 400 kanë dalë nga vendi dhe 200 kanë hyrë. Më parë të dërgohej para nga Gjermania kushtonte rreth 70-80 euro komisioni. Tani ai kushton nga 2 deri në 5 euro. Sot mund të themi që kemi një situatë shumë interesante ekonomike dhe mendoj se është një nga lajmet më të mira të 30 viteve të fundit. Njerëzit vazhdojnë dërgojnë para si gjithmonë, po kësaj radhe nuk është se na i merr banka komisione të larta. Ma merr mendja që nuk ka asnjë shqiptar këtu që po shikon këtë video në këtë momente që nuk është ndjer një herë i vjedhur nga banka, sepse dihet që komisionet janë shumë të larta dhe gjithmonë kemi marrë shumën më të ulët se ç'na ka nisur.